O Allah i kabul, o basinore. Amin. Inshallah të pi kabul. Që brej mora nipët pa i modhe shumë zavrakve, që me fmit ato lytë për jashta, e me nditin, e falë namasin. Mashallah, shqyqyre edhe këta u rritën. Po shumë bre po halitën. Pa i shqyqyrbe që janë, po e nisi, apo folë, që i ka punë taj, qysha? Po folë, bile ka 2-3 herë në ditë. Po i ka marrë do objekte, e valla, si vjetë për Ramazan, nuk vjenë. Qysh bas, për Ramazan s'po vjen heqa? Ja. Shumë ashtizanëm. Edhe unë i kam bërë do vjetë. E po mërzit në tepër. E shykë që kam të nipat e pimar, ka pushe me veti pimar. E di se edhe nisi mërzitët. Po, shka me bo? Po, basinur. Veç i sholla e njim zonin për të mirë, se nuk oj vetëm. Po shqyqyr që është nëshe si a zgot dorën kërkuj. Artan, bre. Kujtojt moshe e ju. Kër unë që mi sofër, 2-13 vetë, gati për natë pastol hajshmi. Kurat gëzim se harroj. Që ta 7 minutë i kemi po, kurse ki e vladin gatë. Vallaj, bë mërzia. Ku ta di, bre, a jam gjallë Ramazanin tjetër. Ja, basinur, ta kësha ditë që ka shumë je mërzit, s'tkisha vetë heq. Ndash vete, ndash mësën vetë. Unë e këto mërzia i përjetoj për ditë. Basinur, del ka unë e hom një iftar sëd, e besa dhe bobën në magzen. Me shumë që valoj i kisha ardhë, po së një lobre nipat edhe nusën. E Zoti ta shtoftë, edhe bëni selam shumë babës. Alekem selam e faleminderë, po qështu mos shotu mërzit. Ta lytë sot mira jo. Bravo, qashtu, luni. Veç më së ngocë ne, më së më halet një kapak. Gjyshi i ka Luane, i ka gjyshi, bre. O, gjysh telefone. Telefonja? Po. Kush po thirë, bre? E nisi po thirë. Alo! O, Enis, o, t'jelija. Mos mi shqebu, t'jelija. Që shqebu t'jelija, babës? O, mirë. Vallaj, mirë, babë, që se edha mi punë, thash, pushoj pak e... Do me iftari këta. djali jam. O, djali jam, aje lodha, heq, ajo në tua. Po jo, me babë, So, ma mirë, po më shkon dita, e ma shumë po punoj. Po, valla, po. bravo. Gjishka marate një vetin. Lumiti, edhe larg, familjes, edhe agjirushëm, edhe të punu krejt për neve. Po që ka me babë, edhe ti në eri ke babë për neve. Shta shumë punoj, edhe për ti, edhe për fëmijët e mi. Po, djaljem. Po, kur qyshtë një abone për babës? As ka shans me ardha? Be babë. Jo, be babë. Sekret ka shku në përpushime e smoj, 5 ton. Vallaj, po, se shpirt jeme ti se sa qef kam. Ani be gjalja, tjeshnosh, ti tjeshnosh. Endrit, Alp, hajde, po foli pak me babën jo. Po. Që, këshiri këta... Po, ku e në loanët e babit? Apo aliti e që ajo? Jo. Mashallah. A keni agjeru në i dit? Hajde kalzuni babit, a keni agjeru në i dit? Jo, more se kam prish qytë. Se kanë prish? Po, jo valla se kanë prish, halal ju koft. E shtash, babi kam ju ble në i dhëral. Ta dish. Nis, hajde babës, pësha se ti duesh me fletën, se nesër të pritë edhe puna, e unë kam edhe do të cene me i ble për iftar, dishka me blejten. Ani bof, hajde zoti ka bulli juve jo boft, ta thirë edhe nusën pak të foli. Hajde bof, hajde zoti ka bulli inshallah jo boft.
Hajde, ja e thiri kështu, e thiri të telefoni vetë. Hajde, baba, hajde. Ufa. E pa babën? Babi kam ju ble shka mas. Ama, e po shka tha, me agjiru e. Ashtë. O, baba e kam aktë mirë, e kam baba aktë vofë. Qyshe ju kam mësu me bo lutje. Allahi me harujt babën gurbet. Allahi me harujt nonën. Zoti trujt o gjysh, edhe faleminderit që kujdesesh për neve. Amin. Amin gjysh, amin. Gjysh ju kam juve. Zemër ju kam bre. O Zot, të falënderit për këtë ushqim dhe këtë forcë që na jep këtu në gurbet. Unë fëmijët s'mund t'i mbaj mend kështu të vegjël, tu lazdru e t'u kënaq me ta shtin Ramazan. Po babën, në mos dje e kam gjallë, po nusën, çdo Ramazan pa burë e vetme. Tu kujdes për babën tëm, e kur s'u kënaq me të babës vetë. E unë, krejt këta sikur me i marrë në qafë për një punë që mund t'a gjej kur duon. E nisu për vendindje, pa i tregu kërkujt. Oj bi, koha e iftarit. A ka nevoj me blet diçka ja? Jo, bab, jo, krejtësanët janë. Bile sot kisha bo gjellë pak ma shumë, pa hajtë shnash, e hajtë Jo, për jo, sefer. baba, më stuj ma shumë kërë. Ramazan ashtë, nuk i dijet. Qëra herë, kur bashën në ushqim, bile thëshin 2 pjata te për menu, se nuk i dijet. Vakt iftar dhe vjen doli misafir, pështa hani, te për një të ketë. Po jo, be, se tash ka shkua jo koha, për din kërkush nuk vjen pa thirë në telefon, kërkush si jam pa kalzu. Shkun valla, shkoja jo ko, po. Qëra herë, po sa shëret, sa lezet ka pas Ramazan. Vakt. Fëmija, shko një dani durët edhe prit në sofër, se e shtroj buker më rahat. Ka vakt, ala babës, apo kutës? Ala ka vakt? Po, bre bab, po, ti vet na kem su mullë më herët se Ramazan. Po, baba. Bile edhe lutjet pranor ka iftarit. Zilja? Garant naj, kojshike ka që naj frime, lyp naj san. Që thash, kush nuk jetë ka iftarit, Allah. Indrit, edhe baba dil, shirë kush ashtë? Po thu dhe një kojshike vikarla. Me siguri. Po dhe në këtë vak kush vjebre në këtë vak. Po, ku jemi? Bine, bre, O, mashallah, hajde. Bob. Mërgjall jam, shka na bone, ben këtë iftarit, a ka më regzim matë mafë për musat. Për juve se di, veç besobre se mu doke se hala andër jam, s'mu besoke që kam emri në shpi, pasha zotin po.
E pse s'thërshë me na kallzu që vjen? Bili kështu më diçka ma shumë për iftar. A ka bre bukëthat? Bukëthat a ka? Po ka? Pa ka ma mirë se unë e mund me prit iftarin me babën, me fëmijët, me ty, me familja, ka ma mirë. Pa dim bre se sa iftari krejt mirat të botës mi pas atje. Kur si kam fëmijët badjava. Mërgjalja. A e dimrë se sa net me lot në zemër kom qep iftar. Shumë jam mërzi si vjetë, po si jam gërzu para fëmive. A din se që, po të kalëzesh ti, e kom vendos gjdo Ramazan, mo, e nisi iftarët me prit në shpe. Pejt parën deri për Bajram këtu ka më konë, inshallah. Veç inshallah i në shnosh, mo. E qash në gjali jam. Ngo e baba shë po thamë. Mos e le fëmit. Me mërzi. E morrit pa kujtime. Ma pak fito. E babës, qëto fest ma konë të shpia. Inshallah po, inshallah po. Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Zotin e Madhnushëm që na ka begatuar jetën tonë me mirësi të panumërta, duke uru gjithë besimtarët musliman kudo që gjenden ata për muajin e bekuar të Ramazanit, dhe duke lutur Zotin e Madhëshëm që lutjet tona dhe adhurimet tona për Zotin e Madhëshëm të jenë të pranuara, të jetojmë këtë ditë të Ramazanit me ibadet, me mëshirë dhe dashuri, dhe inshallah edhe në ditën e llogarisë do dalim para Zotit të kënaqur për veprat që kemi bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Episodin që e pam, sigurisht që për ne popullin shqiptar është njëra nga episodat më të veçanta, sepse popullin ton e karakterizon edhe ky fat i ndarjes dhe i migrimit në përvise të ndryshme të botës. Sigurisht që dhe pa pikë dyshimi që njëna nga begatit më të mëdha që Allahu i ka dhënë një populli është edhe atdheu i tina, është liria e tina, është vendi ku është lind, është vendi ku është rrit, ndaj të cilit sigurisht që ka detyrim dhe ka përgjegjësi të përjetshme, pavarësisht në vendin dhe në kohën ku gjendemi. Nuk ka diskutim që shembulli më i mirë për ta pasë sa kemi detyrë ndaj vendlindjes tonë, marrim njërin nga shembujt më të bukur të profetit tonë Muhammed alayhi salatu wassalam, i cili në fillet e para të shpalljes së Kur'anit unë dje në impresionin e pabesimtarëve dhe një ditë prej ditëve Zoti i Madhëshëm i dha leje që të shpërngulej nga Meka për në Medinë. Me të shpërngulur, me të filluar rrugtimin nga Meka për në Medinë, profeti alayhi salatu wassalam u ndal në kodrat të Mekës, Meka e cila ishte vendlindja e tina, u kthy me fytyrë nga Meka dhe tha këto fjalë. Oj Meke, vallahi sikur mos më përzinin banorët e tu, kur nuk do ta ktheja shpinën. Këto ishin momentet në të cilat i dashuri Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam nxorri pikëllimin dhe mërzinë, po të njëjtën kohë edhe dashurinë dhe përkushtimin për vendlindjen e tij. Andaj ne besimtarët musliman, kudo që gjendemi, nuk do të harrojmë se ndaj vendlindjes, aty ku jemi lindur dhe aty ku kemi lënë familjen, kemi përgjegjësi. Fati jonë i tillë është që neve në vitet e fundit ose në dekadën e fundit, për shkak të rrethonave, kemi udhëtuar dhe jemi ndarë në vise dhe në vende të ndryshme të botës. Andaj është për të admiruar sjellja e bijve dhe bijave tona kudo që gjenden ata, që në asnjë rrethon nuk e harruan atdheun, familjet, gjëshat dhe stërgjëshit e tyre, madje edhe varret në të cilat ishin të varrosun para arsit e tyre. Shembull të bukur gjithandej. Këto fjalë të pakta të mia, të cilat natyrisht burojnë nga zemra ime dhe nga mësimet e larta të Kur'anit dhe të sunetit profetit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, do të duhej që të na ngrin lart vetdijen tonë dhe për kujdesin tonë për familjet tona kudo që jemi. Nuk ka diskutim se kushtet ekonomike janë kërkesë mbi të cilat ndërtohet jeta, me të cilat vazhdohet dhe mjetet janë ato të cilat na lehtësojnë dhe na mundsojnë një jetë më të mirë. Mirë po, familja është ajo
të cilën besimtarët duhet të kenë ideal dhe për të cilën duhet të sakrifikohen gjithandaj kudo që gjenden. Nuk duhet që për një kohë të shkurtë të habitemi, të harrojmë babën tonë, të harrojmë nanat tona, të harrojmë gjyshët dhe gjyshët tona. Dhe kur mos harrojmë se ne jemi faktori gëzimit tyne, ne jemi faktori lumturisë tyne, ne jemi faktori që mbjellim në ta qetësi, rahati e dashuri. Aq më shumë kur neve për një kohë të gjatë nuk gjendemi pranë tyne dhe ata janë të shtyrë në moshë. Të dashur besimtar kudo që gjendeni anë kanë botës. Po ju drejtohem kështu sepse në atë dheun tonë, në Kosovën tonë të dashur, jetojnë gjyshët, stërgjyshët e juja, nanat dhe baballarët tuaj. Andaj, angazhimi juaj do duhet të ishte i padiskutueshëm që t'ju sjellni familjet tuaja shumë dashuri, shumë mirësi e shumë begati. Diçka që është shumë e veçantë, për cilën neve jemi munduar që edhe në episodën të cilën veç tani më e keni parë të përshkruajmë, është se të ruash ditën dhe muajin më të shtrajt dhe më të çmuar të vitin për të kthyer në familjen tuaja është shumë e begatë. Të ruash muajin e Ramazanit për të sjellë nipat dhe mesat pranë gjyshëve dhe gjysheve, sigurisht që është shpërblim i veçantë të Zotit Madhnushëm. Nuk ka diskutim se puna dhe angazhimi jashtë familjes ka brenga dhe sfida edhe për ju që gjendeni larg tyne. Mirë po, kur ju me besim të plot në Zotin, me dashuri të pathyer për atë dherë dhe për vendin tuaj, vendosni që këtë muaj, këtë kohë të begat dhe të shtrejt të muaj të bekuar të Ramazanit, ta shpenzoni pranë sofrave të familjeve tuaja, sigurisht se ai gëzim i cili do t'i prek zemrat e prindve tuaj, zemrat e gjyshëve tuaj, ai gëzim do të bëhet faktor dhe të bëhet shkak që ju ta fitoni mëshirën, kënaqësinë dhe ndihmën e Allahut në këtë botë e pa diskutim edhe në botën e mëshueshme. Të ndershëm vëllezër dhe motra kudo që ju gjendeni, nuk ka vag, nuk ka matës në këtë botë që e mat peshën dhe vlerën e lotit të gëzimit të një plaku ose një plake, kur ajo ose ai në moshë të shtyr e ofrohet nipi dhe mbesa nga lartësia, e përgdhel flokun e tina, e ul në prehen nipi dhe mesën, madje në fund të ditës së parë të Ramazanit e përjeton edhe puthjen dhe përqafimin e nipit dhe mbesës. Kujtojeni se shumë është e shtrejt kjo, shumë është e çmueshme kjo, dhe te Allahu është shumë e dashur. Nuk ka diskutim që ditët, javët, muajt ikin shpejt, por edhe prind tanë plakën, dhe aq më shumë që mosha aty në ecë, nevoja për ne është shumë e madhe. Andaj, ne që jemi në moshë dhe kemi mundësi, e që nëse eventualisht Allahu na ka begatu edhe me vlad, mundohuni, angazhohuni, punoni me ta, që ta runi fenë e fëmijëve tuaj, identitetin kombëtar dhe kulturor të fëmijëve tuaj. Angazhonu që ata sa më shpesh të ulen në prehrat dhe në sofrat e familjeve tuaja të shtrejta, sepse ne besimtarët musliman, familjen e kemi ideal, për cilën dhe rreth së cilës shpenzojmë gjithçka që kemi, madje pa u kursyer, por me shumë krenari, me shumë përkushtim dhe me dashuri. Lutemi Zotit madhërisëm që ju kudo që gjendeni, fillimisht ju të jeni shëndosh e rahat, familjet e juaja të jenë shëndosh e rahat, ta begatoj Allahu jetën e juaj dhe jetën e familjeve tuaja. Por asnjëherë mos harroni se atë dheu është i shtrejt dhe është i shejt. Dhe në këtë atë dhe keni një familje, ajo familje është burimi nga i cili ju rridhni. Andaj mundohuni dhe angazhohuni që së paku në muajin e bekuar të Ramazanit, familjes tuaj t'i dhuroni dashurinë e djemve e vajzave, dashurinë e mesave e nipave, e kështu së bashku ta përfundojmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, qofshin në ndihmën dhe mbështetjen e Allahut kudo që jeni. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.